Në këtë jetë nuk vim për të qenë vetëm mirë me shëndet, nuk vim për të qenë të lumtur, por ne vim në këtë jetë për të jetuar. Dhe ky libër lindi nga një rrugtim vërtet i vështirë, por i mbushur me shpresë. Mira Kazhani, pasi kaloi me sukses sfidën me kancerin, e ktheu dhimbjen dhe kurajon në fjalë të fuqishme. Ajo shkruan për emancipimin e gruas shqiptare, për ndjenjat e fshehura dhe për jetimet që shpesh nuk guxojmë t'i themi me zë. Një ditë tjetër është titulli i librit ku gazetarja Mira Kazhani me sinqeritet dhe ndjeshmëri të rrallë hap kutinë e jetës së saj personale dhe na fton në një udhtim ku përzihet frika, dhimbja, guximi, humori e mbi të gjitha dashuria për jetën. Në këto faqe, lexuesi nuk gjen vetëm kujtimin e një betejë të vështirë, por edhe një doracak praktik për të kuptuar se si te i kalohet ronditja e ditëve të para, si gjendet mjeku i duhur, si merren vendimet për terapinë më të përshtatshme dhe mbi të gjitha, si i bëhet ball frikës. Ky është rasti im, letërsia i ka krijuar ngjarjet, por unë në këtë rast unë kam një realitet të veshur me letërsi, dhe unë them që një ditë tjetër ndodhi, pastaj u shkrua. Ndodhi si libër, pastaj u shkrua, u botua si libër. Ti kemi në dorë sëmundjet, gëzimet, trishtimet, fatkeqësitë, sukseset. Ndonjëherë ato ndodhin pavarësisht zgjedhjeve tona, pavarësisht asaj që ne meritojmë, si për mirë apo si për keq. Të paktën gjatë këtij viti unë kam kuptuar që ne në dorë kemi vetëm mënyrën se si qasemi jetës tonë. Në këtë jetë nuk vim për të qenë të lumtur, vim për të jetuar. Dhe kjo do të thotë që të jetosh, do të thotë ti takosh të gjitha, dhe të mirën dhe të keqen, dhe dritën dhe errësirën. Unë gjeta dritën të errësira. Një ditë tjetër nuk është një nga ata libra që imponohet zhurmshëm, përkundrazi, ai flet me zë të qetë e intim, që buron nga përjetimi dhe sinqeriteti. Kazhani ndërton një rrëfim ku dita e zakonshme shndrohet në hapësirë për pyetje të mëdha mbi jetën, zgjedhjet, kujtesën dhe mënyrën se si njeriu mëson të ecë përpara, pa mohuar atë që ka qenë. Libri krijon ndjesinë e një dialogu të afërt, si një bisedë vonë me veten ose me një mik të vjetër, ku fjalët nuk thuhen me nxitim, por peshohen e kanë peshë. Nuk e di se si ndodhi, thjesht ndodhi, më erdhi dhe kur qelli u pastrua, thash, okay, unë do të shkruaj, do ta tregoj këtë rrëfim, këtë tregim timin, sepse unë besoj te tregimi, unë jetoj, punoj, unë jam gazetare, jetoj duke marrë tregimet e të tjerëve. Dhe erdhi radha ime që të tregoj, dhe nuk do të ishte një tradhti ndaj ndjekësve të mi të mos e tregoja unë historinë time. Kështu që për këtë arsye edhe për një lloj transparence, edhe për një gjë tek e cila unë besoj. Unë besoj që duke i rrëfyer dhe duke treguar ne pastrohemi, jemi më të qetë, jemi më mirë me veten dhe ja ku jemi sot në Prishtinë tek librari Dugagjini, tek libraria e bukur Dugagjini, do të flasim për librin tim. Nuk do ta kisha menduar këtë gjë para 2 vjetësh, gjithmonë kam menduar që ndoshta do të ulem të shkruaj një libër, po se do të isha unë heroina e librit tim, kur në botë s'më ka shkuar mendja, po ja që jeta ndodh. Një rrëfim i dhimbshëm e i ndritshëm njëkohësisht që shndrohet në një burim force. Ky libër nuk është vetëm për t'u lexuar, është për t'u jetuar. Në këtë kontekst, promovimi në librarinë Dugagjini ishte një mundësi për të takuar autorën, për të dëgjuar mbi procesin e shkrimit dhe për të hyrë më thellë në botën e librit. Promovimi u shndrua në diskutim mes audiencës dhe autorës, pasi, siç thëmë, është një nga ata libra për të cilët duhet të bisedohet.